çfarë është në këtë ndeshje? Neve ndeshjen në Polonin nuk është se do e fitojmë me individ, ne nëse e fitojmë, do e fitojmë si skuadër. Po. Dhe ne ka shumë rëndësi që skuadra të ketë frymën dhe idenë e dur për të ndeshje. Pra, shkojmë me gëzimin aty që thotë. Ka shumë si ndeshje me Serbi. Po, bravo. Po, e njëjta gjë. Në Beograd tani jemi në Varshavë. Patjetër që 1-0, po s'kemi Manaj, pra po them. Po pra, o Manush, patjetër që në Serbi golin Manaj e bëri në Serbi. Do të rishke kjo që the. Fituan Beograd. Manush. Kaq mos bëj emra se po. Nëse golin e bëri Manaj, po ekipi bëri performancë shumë të mirë. Duke shfrytzuar pak dhe performancë e mirë të ekipit kundërshtar. Pra dhe në Poloni, pra skuadra nuk duhet të çendojë në asnjë nga elementet e saj. Pra ne nuk presim që të futet kushdo që të futet dhe ai të bëjë namin individualisht. Nëse skuadra nuk ka siç duhet me idenë e dur, me vendosjen e dur, me kondicionet e dur, me distancë e dura, me ritmin e dur për atë ndeshje. Kështu që unë mendoj që do të neve më shumë duhet i gëzohemi se çfarë fryme do ketë skuadra, si me çfarë ide do shkojë në atë ndeshje. Dhe shpresoj që të jenë në frymën, në mundin e dur për në atë ndeshje duhet një gol i brojës, po them kështu. Ora mund ta sjellë dhe Muç, ose i Muç. Polonia do të presë Shqipërinë më 26 mars në ndeshjen e play-offit të botrorit. Në prag të kësaj ndeshje ka folur kapiteni Robert Lewandowski. E ardhmjat e Barcelona ende nuk janë marrë vendimet. Goditjet e penaltive. Nëse nuk e gjuajtur më parë, mund të ketë momente hezitimi. Jam gati, por ka raste kur është më mirë të zgjedhësh atë që është më e mira për ekipin. Dueli me Shqipërinë. Të shënosh edhe një gol është e mjaftueshme, nuk do ta krahasoja këtë ndeshje me atë të fundit kundër tyre. Shqipëria është gjithmonë një kundërshtar i vështirë, ishte e vështirë jashtë fushë, por nuk ishte e lehtë në shtëpi. Shpresoj që të arrijmë në finalen e dytë, deklaroi ai shkurtimisht. Bomberi Robert Lewandowski ka folur para sfidës së rëndësishme ndërmjet Polonisë dhe Shqipërisë që do të zhvillohet më 26 mars, duke theksuar rëndësinë e madhe që ka kjo ndeshje për kombëtaren e tij. Sipas tij, suksesi mund të arrihet vetëm përmes unitetit dhe punës së përbashkët në grup. Sulmuesi i Barcelonës gjithashtu ka bërë të qartë se përballja me Shqipërinë nuk duhet të shihet si një ndeshje e zakonshme, por si një moment kyç në rrugtimin e ekipit ku çdo detaj mund të bëjë diferencën. Nuk po i qasem as pak ndeshjes ndaj Shqipërisë sikur të ishte ndeshja ime e fundit me kombëtaren, po e trajtoj si një gjysmëfinale play-offi që duhet ta fitojmë. Pastaj të luajmë në finale dhe të kualifikohemi për Kupën e Botës, vetëm si ekip së bashku mund të luftojmë për këtë kualifikim. Ky është qëllimi për gjithë Poloninë dhe do të bëjmë gjithçka që ta arrijmë, deklaroi Robert Lewandowski. Sfida përballë Polonisë e vlefshme për kualifikimin në Kupën e Botës 2026 është e një rëndësie jetike për Shqipërinë, pasi kombëtarja jonë sheh ëndrrën amerikane vetëm 2 hapa larg. Në këtë duel vendimtar, Kuqezin dhe Silvinjos do të luajnë me fanellat e zeza, ngjyra të cilat kanë ndjellur suksese historike për Shqipërinë në kualifikueset e viteve të fundit. Gjithçka nisi me fitoren 3-0 përballë Armenisë, eliminatoret e para që na dërguan drejt Europianit të 2016-s. Më pas djemtë e kombëtares fituan minimalisht 1-0 përballë Rumanisë në ndeshjen e tretë të këtij Europiani me të njëjtën fanellë të veshur. Vite më vonë, më saktësisht 2025, Shqipëria fitoi një tjetër finale 1-0 ndaj Moldavisë në transfert, këtë herë me trajner Silvinjon, çfarë i solli dhe kualifikimin e dytë historik në Euro 2025. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, mbetet fitoria 1-0 në Andorë, e cila i katapultoi në play-offin e Kupës së Botës, aty ku Shqipëria u shërtua me Poloninë për një vend në botrorin e 2026-s që mbahet në Amerikë, Meksik dhe Kanada. E njëjta fanellë, e njëjta ngjyrë dhe arritje të rëndësishme për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Kush e di, përballë Polonisë mund të përsëritet e njëjta gjë, pasi skuadra Silvinjos do të paraqitet për koincidencë me fanellat e zeza. Federata Polake ka vendosur të jap premio $4.2 milion për lojtarët nëse arrin kualifikimin në botror. Kjo shifër është një pjesë e mirë e $10.5 milion që çdo federat përfiton për pjesëmarrje në botror. Rivalët e Shqipërisë duhet të fitojnë fillimisht gjysmëfinalen me Kuqezin më 26 mars. Fituesi i këtij çifti do të përballet me fituesin e Ukrainë-Suedi në ditën e fundit të muajit mars. Premio konsiderueshme për Poloninë është zbuluar nga një gazetar polak. Mateusz Ligeza dha informacionin gjatë ditës së sotme.
Shqipëria do të luajë në mars një nga ndeshjet më të rëndësishme në histori, duke qenë se përballë do të ketë Poloni në kuadër të play-offit të Kupës së Botës. Polonia është një kundërshtar të cilin Shqipëria njeh mirë, duke qenë se ka luajtur në kualifikueset e Europianit të shkuar, duke u mundur fillimisht në Varshavë e më pas ka fituar në Tiranë duke bindur për të vullosur kualifikimin. Dy ndeshjet ndaj Polonisë kishin dy rezultate krejtësisht të ndryshme dhe mbi të gjitha dy qasje taktike dhe formacione që prodhuan histori të kundërta. Shqipëria u paraqit fillimisht me skemën 4-1-4-1, teksa ishte dhe debutimi Silvinjos dhe njëkohësisht ishte një nga ndeshjet që dha sinjalin se Shqipëria po krijonte një skuadër pretendente pavarësisht të rezultatit. Ndeshja e parë. Në ndeshjen e humbur, Shqipëria u rreshtua me Strakoshën në port, në mbrojtje Hysaj, Kumbulla, Mihaj dhe Balliu, përpara tyre Ramadani si mesfushori vetëm shkatrues, katërshja Uzuni, Aslani, Gjasula dhe Asani pas sulmuesit të vetëm Cikaleshi. Shqipëria tentoi të luante, tentoi të befasonte, por nuk arriti të gjente golin e barazimit apo edhe të avantazhit kur rezultati ishte 0-0, duke nisur edicionin kualifikues me një humbje, por me shumë shpresa. Pak muaj më vonë kuqezinjt u përballën sërish me skuadrën polake duke marrë një fitore historike. Ndeshja e dytë. Në ndeshjen e fituar Shqipëria ndryshoi fytyrë, Strakosha mbeti në port, por para tij u vendos një katërshe re mbrojtëse me Mitajn, Gjimshitin, Ismailin dhe Hysajin. Në mesfushë u formua një dyshe solide me Ramadanin dhe Aslanin, ndërsa përpara tyre vepronte Bajrami si organizator, i mbështetur nga Uzuni dhe Asani në krah, me Cikaleshin në qendër të sulmit. Kalimi në 4-2-3-1 solli menjëherë më shumë siguri. Dy mesfushorë para mbrojtjes do të thoshte më pak hapësira për kundërshtarin dhe më shumë kontroll të zonës para portës. Ramadani nuk ishte më i vetëm në betejë, me Aslanin që ndihmonte si në fazën mbrojtëse, ashtu edhe në ndërtimin e lojës. Prania Bajramit si dhjetësh klasik ndryshoi dinamikën e sulmit. Shqipëria kishte një pikë referimi kreative mes linjave, një lojtar që merrte topin dhe kërkonte pasimin vertikal. Cikaleshi nuk ishte më i izoluar, ndërsa Uzuni dhe Asani përfitonin nga lëvizjet diagonale dhe hapësirat e krijuara, edhe mbrojtja dukej më e qetë. Dyshe qendrore i Gjimshiti Ismaili ofroi siguri. 7 futbollistë ishin titullar në të dy përballjet: Strakosha, Hysaj, Ramadani, Aslani, Uzuni, Asani dhe Cikaleshi. Ata përbënin skeletin e skuadrës. Performanca e tyre u ndikua ndjeshëm nga sistemi përreth. Në ndeshjen e humbur luajtën Kumbulla, Mihaj, Balliu dhe Gjasula, ndërsa në fitore titullar ishin Mitaj, Gjimshiti, Ismaili dhe Bajrami. Ndryshimi i dyshes qendrore në mbrojtje solli më shumë qëndrueshmëri. Mitaj në krahun e majt ofroi energji dhe balans mes mbrojtjes dhe daljes përpara. Dy ndeshje ndaj të njëjtit kundërshtar treguan qartë se struktura taktike mund të ndryshojë ndeshjen. Play-offi. Shqipëria do të luajë ndeshjen e tretë me polakët dhe ndoshta kjo është më e rëndësishmja në periudhën që Silvinjo ka drejtuar kuqezinjt. Kjo ndaj Polonisë është ndeshje teke dhe asnjë gabim nuk mund të korrigjohet, pasi çdo gabim mund të përkthehet në eliminim nga mundësia për të kaluar në botror. Silvinjo ka ndryshuar shpeshherë skemat e Shqipërisë dhe këtë radhë ndryshimi duhet të vendosë historinë. Që nga ndeshja fundit ndaj Polonisë, Shqipëria ka ndryshuar shumë lojtarë të cilët do të synojnë të hyjnë në histori. Natyrisht ndeshja marsit pritet të jetë shumë më e vështirë se kualifikueset edhe për vetë faktin se kuqezinjt nuk kanë eksperiencë në një gjysmëfinale të tillë, si edhe fakti që do të luajnë përballë mira ultrasve polak mund ta bëjë më të vështirë. Nga ana tjetër presioni do të jetë mbi polakët pasi ata janë para tifozëve të tyre dhe vinë si favorit në këtë sfidë, prandaj Shqipëria mund ta përdorë këtë presion në të mirën e vet.